Ashkanlit e Kosovës shënuan sot 16 vjetorin e themelimit të grupimit të parë të tyre politik në një subjekt partijak. 16 vite pas, kreu aktual i Partisë Demokratike të Ashkanlive të Kosovës, Danush Ademi, tha se ai dhe subjekti i tij kanë punuar pa ndërprerje në avancimin e të drejtave të këtij komuniteti, por edhe për përmirësimin e jetës në përgjithësi. Ademi vlerëson se Ashkanlit e Kosovës sot janë shumë më mirë se sa 16 vite më parë, por kjo u mundësua me përfaqësimin e tyre në Kuvendin e Republikës dhe në qeveri. Unë thash edhe në deklaratën e mëhershme se deri në vitin 2007-2008 nuk e kemi pas qëllimin e karrikave dhe komunitetit të subjektit në politik, as punësimin, po në vitet gjithë atëherë me kohë kanë kaluar disa ligje të cilat nuk kemi qenë përfaqësues. E thanë edhe kolegët e mi, misioni vizioni i këtij subjekti politik 2007-2008 ka qenë vetëm të punohet rreth çështës së lëvizjes dhe ndërtimit të shtëpive të këtij komuniteti, por deri më tani me ardhmën time në Kuvendin e Republikës Kosovës kemi filluar të ndryshojmë ligjin për komunitete, përfaqësimin e komunitetit 10% për institucionet e Republikës Kosovës, ku tash me tutje tash vetëm ndoshta edhe sa e keni këtë buxhet vetëm me kemi kaluar sepse ato vende ku i takojnë komuniteteve, sidomos në ministri 10% që na do ta kemi dhe kemi kërkuar kodin e veçantë për këto komunitete, kur sot e tutje tash në vitin 2016 nuk do ta ketë mundësi asnjë komunitet ta shfrytëzon atë pjesë të cilën takon. Aja hiset, do më në fjalë të thamë ator të cilën takon komunitetin na do ta hamë për vetë, nuk t'ia ofë mjeskujt. Një nga themeluesit e këtij subjekti, Haxhi Bajrami, tha se është bërë shumë nga 1999, kur ai me disa të tjerë nisën organizimin politik e partijak, por sipas tij mbetet ende punë për t'u bërë. Na kena mri shumë, po qëllimet e tona janë halo ma shumë me mrinje, i falenderojmë edhe udhëhes të qartë kush kanë para neve, ata nuk gjinen sot këtu, po sot jo me kryen me Danush Ademin, cilët janë të mundu me bon, edhe kena bon shumë. Kena bon mas pari si fillim. Kena pas problem pak me lirien, e sot dhe kemë lirien atë lire, kena bon shumë, sot jena shumë ma mirë se që jena konë ma heret. U tha se ky subjekt deri tani i ka shtrirë 12 degë në për qytetet të ndryshme të Kosovës, ndërsa ka përfaqësim në Kuvendin Republikan me një deputet, një zëvendës ministër në qeveri, por edhe me disa këshilltar komunal në për komunat e Kosovës.